Kryeministri Edi Rama vazhdo negociatat për plotësimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, një proces që duhet të përfundonte brenda dhjetorit 2025. Përplasja e interesave politike për kontrollin e drejtimit të bankës e bllokoi dhe shtyu procesin e zgjedhjes së anëtarëve për në muajin shkurt 2026. Më 15 dhjetor u përfundoi mandati i 6 anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, 3 prej tyre propozohen nga kryeministri, ndërsa 3 nga kryetari i kuvendit. Deri tani janë përzgjedhur dhe emëruar 5 anëtar, ndërsa një vend mbetet bosh megjithëse kanë kaluar 5 muaj nga fati i detyrueshëm ligjor. Përzgjedhja e anëtarit për vendin bosh është kompetenca e kryetarit të kuvendit Niko Peleshi, por procedura nuk po ecën dhe nuk ka ende informacion publik për aplikimet apo për emrin që do t'i propozohet kuvendit. Sipas informacionit të ardhur në pamfleti, vendimi real për këtë emër pritet të merret nga Edi Rama, pavarësisht se formalisht kompetenca i takon kuvendit. Në procedurën e parë, Niko Peleshi futi si kandidate Frosela Filon, bashkëshorten e kryebashkiakut të Korçës, Sotiraq Filo, por kandidatura nuk avancoi dhe ajo dha dorëheqje ditën e paraqitjes në komisionin parlamentar. Tashmë procesi mbetet i bllokuar. Pyetja kryesore është pse Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vijon të funksionojë me vend bosh dhe kush më mban peng emrimin e anëtarit të fundit.